E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të sjellur gjërat më të bukura dhe momentet më të fundit nga çifti më i dashur shqiptar, Kiara Eili dhe Luiz Eili. Në fakt, unë kur flas për Kiarën dhe për Luizin, flas me shumë dashuri, por njëkohësisht flas edhe me nostalgji. Luizi është një personazh që me të gjitha daljet e tij skenike, me të gjitha daljet e tij artistike, të bën që të krijosh nostalgji për të. Do me thënë është personazh që nuk ngopesh dot, njeri që të bën për vete dhe nuk të lëshon. Së fundmi, kanë postuar në Instagramin e tyre disa foto glamur që unë në fakt e adhuroj Kiarën për këtë glamuritetin që e ka brënda vetes së saj, do me thënë di shumë t'i jep moment vetes dhe mua kjo më pëlqen, unë i vlerësoj njerëzit të cilët e respektojnë veten e tyre. Dhe Luizi dhe Kiara duke që kanë kaluar një moment në një ambient shumë të bukur në Tiranë duke u argëtuar. Kiara është me një fustan tejet elegant dhe shumë tërheqës, do me thënë një fustan shumë i bukur, ndërsa Luizi është me një kostum të zi, tepër luksos dhe shumë sportiv që tregon një çift i cili është vërtet një Romeo dhe Juliet. Unë gjithmonë kam besuar dhe vazhdoj të besoj me shumë forcë tek dashuria e Luizit edhe Kiarës, sepse janë një vetmi çift, vërtet që u njohën në Big Brother, por ndjesitë e tyre i kishin dhe këto ndjesitë i kanë vazhduar edhe më tej, por dua ta përgëzoj dhe Kiarën. Të besosh tek partneri i jetës, të besosh tek zgjuarësia e tij, të besosh tek shkathësia e tij është arma më e madhe që ti mund ta kesh në vete dhe mund të arrish në piedestalet e tua më të larta. Dhe në këtë rast, do me thënë Kiara, diti të besoj tek Luizi, diti ta bëj për vete Luizin, por edhe Luizi Kiarën, dhe mendoj që i dhuruan një emocion të papar, mendoj që i dhuruan një dashuri të mrekullueshme njëri tjetrit, gjë që i bëri të jenë fantastik. Çifti duket tepër i kënaqur, duket tepër i lumtur, do me thënë po i shijon ditët në maksimum, kanë një pamje të jashtëzakonshme që të dy, dhe duke që po gëzojnë, po jetojnë dhe po kremtojnë sukseset e tyre. Çfarë na pret nga ky çift, ju e dini tashmë, na pret një verë e nxehtë, Luizi me patjetër me koncerte që nuk kanë ndaluar as pak, por gjithashtu edhe Kiara me emisionet e saj që i ka të jashtëzakonshme, një Kiarë që në fakt çdo ditë më shumë po bëhet më profesioniste se sa ne në fakt e kemi prit dhe kemi ditë. Do me thënë kemi shumë gjëra të bukura, kemi shumë surpriza nga çifti, vetëm ne duhet t'i ndjekim edhe të jemi pranë tyre për t'i duar trokitur. Këto fotografi edhe një herë treguan që çifti thjesht po e shijon dashurinë dhe po kënaqet në ditët e tyre të lumtura.